Ne tani, si vënde, dhe flasë për Kosovën dhe Shqipërisë, jemi arrestuar në të familje. Dhe natyrisht ne jemi pjesë e luftës kundër ndërhyrjeve hibride. Këtu u fol shumë për ndërhyrjet hibride, ndërhyrjet shumëta, pra jo ushtarake, por me forma nga më të ndryshme. Dhe kjo luftë për të përballur është jashtëzakonisht e vështirë për çfarë arsye? Për dy rrethana të paktën. Aktualisht. E para, teknologjia e informacionit ka shkuar në ekstrem dhe ka arritur në maja që ka përzejnë dhe skajet më të përfitueshme të inteligjencës artificiale, e para. E dyta, konkurrenca gjeopolitike është shpërsuar. Pra e ngjashme luftë e ftohtë për një formë tjetër, regjime autoritare, regjime liberale që kanë që vlerësojnë lirinë. Dhe në këto kushte kuptohet që ne duhet të përpiqemi me gjithë format që ta përballim këtë ndërhyrje. Çfarë lloj ndërhyrjesh kemi pasur deri tani? Unë nuk do të zgjatem se u përmend shumë gjëra këtu dhe nuk kam dëshirë t'i përsëris, megjithëse shumë gjëra i kam shnuar këtë dhe do t'ja lej organizatorëve të institutit, por le të futem në disa elementë caktuar. Cili është synimi gjithë të përpjekjet më? Synimi është që kambi tjetër, edhe i pashpallur, pra vendet autoritare, të tregojnë që vendet e familjeve atlantike, regjimet, nuk janë dhe aq mirë sa qiqet. Ja, shiko çfarë bëhet me zgjedhjet, shiko çfarë bëhet me pabarazinë ekonomike, shiko çfarë bëhet me korrupsionin, shiko ç'bëhet bëhet me trafiqet e drogës e tjera, pra janë të imunizuar. Dhe çfarë bëhet? Krijojnë narrativa si ato që u thanë dhe më parë, dhe krijojnë lloj-lloj historish me të pavërteta për treguar shqiptarëve të Kosovës, për treguar vendet e lindjes. Ju ikët nga kampi komunist, po nuk keni arritur në një vend tjetër që është edhe kujkulluar. Keni shumë probleme të tilla. Mirë po, mund të ketë shumë të vërteta në këtë që thonë ata, por thelbi është krejtësisht i ndryshëm. Ne jemi shoqëri të lira, shoqëri demokratike, shoqëri përsosur nuk ka, shoqëri demokratike të cilat duhet të mbrohen fort dhe të ecin, sepse kemi në bazë vlerat mëdha, dinjiteti i njeriut, liria e tregut, liria e të menduar, liria të organizimit, gjëra që andej nuk janë. Edhe rajoni jonë është përballur me raste serioze. Kemi rastet e sulmeve kibernetike që kanë ndodhur raste masive në 2022-ën. Shqipëria ka qenë njëra prej vendeve që ka pas një sulm, pastaj edhe Kosova dhe Malizi. Pra, janë përballur me sulmet më të mëdha kibernetike ndaj institucioneve edhe shërbimeve digjitale publike. Një komponent tjetër e rëndësishme që përmend edhe zoti Starova është komponenta e inteligjencës artificiale. Kjo ka krijuar dimensione të reja në fushën e sigurisë kibernetike. Këto teknologji zakonisht përdoren për automatizimin e sulmeve kibernetike. Lënda e edukimit për media duhet me u bë lëndë obligative në sistemin publik të arsimit para universitar, që i bjen kushdo që përfundon shkollim para universitar, duhet me domos me fitu disa shkasi për me u përballë me këtë nivel të çrregullimit informativ. E dyta, mendoj që organizatat e shoqërisë civile, akademia, aktivistë shoqërisë civile duhet me u marrë me pjesë të shoqërisë të cilët nuk janë në proces shkollimi. Po e zonë me kategorinë e pensionistëve, me kategoritë të cilat grumbullohen të prindërve diku, me kategoritë e tjera shoqërore, këta aktivistë do të mund të dhe organizatat e shoqërisë civile do të mund të punonin në ngritje të shkallësive të tyre. Po ashtu, mendoj që një pjesë e rëndësishme e obligimit ju bie mediave kredibile në Kosovë. Na kemi fatmirësisht shumë media dhe shumë kredibile disa prej tyre. Prandaj, mendoj që me rritjen e transparencës së këtyre mediave kredibile dhe me bërjen e dallimit mes një media kredibile që është transparente, që tregon kush është autori, kush është redaksia, cili është procesi që është ndjekur për me prodhu lajmin, pra gjitha këto i bën publike. Ndërhyrjet kryesore në Kosovë janë bërë dhe bën nga Serbia, edhe në strategjinë tonë nacionale të sigurisë Serbia paraqitet si kërcënimi kryesor, edhe në formën konvencionale, po dhe jo konvencionale, dhe tash me qenë se po flasim
në për ndërhyrjet jo konvencionale, pra për ndërhyrjet hibride në Kosovë, natyrisht edhe në kontekstin modern të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të sigurisë, këto veprime konsiderohen pjesë e strategjive hibride. Pra, Serbia këto nuk janë akte të izoluara, kjo është pjesë e një strategjie nacionale që vazhdon qysh nga përfundimi i luftës në Kosovë, që Kosovën me e paraqit si një vend i dështuar, pra si një shtet jo funksional, duke pas parasysh se zgjedhjet, organizimi i zgjedhjeve ose si proces ndërsi është një parametër jashtëzakonisht i rëndësishëm me cilin ti vlerësohesh në arenën ndërkombëtare. Pra këtë Serbia ka bërë edhe përmes instrumentalizimit të bashkëqytetarëve tanë serb, sidomos në veri të vendit, përmes instrumentalizimit të një partie politike që është Lista Serbe, dhe e cila jo për të mirën e serbëve as për t'u përmirësuar kushtet, sepse këtë garantojnë institucionet e Kosovës, mirë po kryesisht për t'i përdorur për qëllime politike të brendshme në Serbi.